janë ato rekomandimet më të mëdha që duhet të praktikojnë njerëzit në këtë 10 ditën e fundit? Di që thuhet që lutje pa fund, sepse janë pikërisht ato ditët kur lutja pranohet më shumë, apo është mit? Jo, nuk është mit, është realitet, se vetë profeti ynë i dashur, Muhamedi alayhi salatu wassalam, për kushtrimin në adhurim, në kërkim të faljes, në lutje drejtuar Zotit Xheleshanuhu ve Xhelaluhu, e ka shtuar në pjesën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Saqë të parët tanë në këto 10 netët e fundit edhe janë izoluar për ta madhruar Zotin Xheleshanuhu ve Xhelaluhu, për ta falendëruar ata dhe për t'i drejtuar lutjet tek i madhi Zot Xheleshanuhu ve Xhelaluhu. Andaj porosia ime për këto 10 netët e fundit për gjithë besimtarët dhe besimtarët, me theks të veçantë për ata të cilët kanë realizuar farzin, agjerimin e këtij muaji të bekuar, është që t'i shfrytëzoni në maksimum, sepse janë netët më të mira të jetës suaj, t'i shfrytëzoni ato me kërkim falje të i madhi Zot Xheleshanuhu, t'i shfrytëzoni ato me namaz të natës, kur është në pjesën e tretë të natës, t'i shfrytëzoni lutjet, prekupimet që keni, sepse Allahu Xheleshanuhu është më afër se kur robët të vet në Ramazan, e në pjesën e tretë të natës me theks të veçantë në këto 10 netët e fundit. Lutni Allahu Xheleshanuhu për çfarë ju prekupon ju, për çfarë halle derte që keni apo edhe dëshira, sepse Zoti Xheleshanuhu e ka qetësu agjerusin, ka thonë pas ajeteve që u ka bë obligim agjerimin e muajit të Ramazanit, ka thonë fe inni qarib, unë jam afër lutësit kur ai më lutet mua. Dhe fillimisht Allahu e ka përmend lutësin, e pastaj ka thonë unë jam afër lutësit. Dhe më thonë e ka potencu lutësin në fillim, se nuk i intereson Zotit tek e fundit a është huxh apo është haxhi, po Allahu Xheleshanuhu ve Xhelaluhu kur ne i drejtohemi drejt mëshirës dhe rahmetit tij me lutjet edhe brengat, prekupimet që kemi, Allahu fuqiplot si mshishëm dhe bujar që është, nuk u kthen duar thot asnjërit prej nesh, kështu ka thonë edhe profeti ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Më pastaj profeti ynë i dashur ka thonë se lutja në vetvete është adhurim. Andaj ne kur zgjohemi në pjesën e tretë të natës dhe i lutem Zotit Xheleshanuhu ve Xhelaluhu, ne njëkohësisht përveç se jemi duke bë lutje dhe ato janë se realizohen në favorin tonë dhe padyshim se do të realizohen, është edhe konsiderohet edhe adhurim te i madhi Zot fuqiplot.